Mirëmëngjes, mirë se u riktheve. Mirë se u gjeta. U bë merak. Pse? Po thash jo, po zgjedhjet e për këto, po si e marrën me këto zgjedhje? Jo, nuk para. Votoj unë, po nuk merre me. Për votoj nuk diskutoj edhe në fund botës që do votoja edhe vija. Kolegu e ka ndru qendrën elektorale, Ksamil. Ka votu nga Ksamili. Me DL votoj. Me DL. Zarfi A dhe zarfi B, i futi dhe një GPS edhe kështu me radhë. Unë votoha drejtë në vendin tim atë ku kam. Mire bërë. Dhe votojsh shumë. Jo. Tani, nga ka hy në të binjakët ka hy hona. Qa thotë? Shiko, ka hy hona. Tani, kemi tjera ne. Kemi shumë aktivitete planetare. Ajo e tha, unë ta bëra si pyetje. Është momenti dhe mundësia me mire mundshme të më thënë. Por puna është se kemi Jupiterin që futet nga fore. Kemi Afroditën. Kemi Marsin virgjëresh. Kemi ndikime planetare kaq shumë, sa që po t'i vëmë re, domethënë nëse do flasim në përgjithësi. Afrodita është në shenjë Demit me datën 6. Kemi më të parë më shumë ndikimin Afroditës në Dem. Është në datën 6. Kemi Jupiterin në Gafore, siç e tham. Kemi Mërkurin gjithashtu, kemi ndikimin e hënës së plot, hëna plot fëmijë qershor. Po pse thanë këta lartë të poshtë, kolegët e tua? Po ti tani, ne ftojmë Jorgo Pullën ti shef horoskopin në gazet. Di hënën e plot me 11 qershor, këtë di unë, po nuk e di sa hënë tjetër mund të shohin. Po kemi. Para se të fillojmë shenjën, se nuk do të ndërpresim. Në momentin që fillon shenjën, shumë urime për kravatë. Falenderoj. Shumë e bukur. Jashtë zanisht e bukur. Bukurat që ka pas. Pra, historikisht. Le të fillojmë si treni bulgar, pra nga shenjat me radhë, si vagon. Treni bulgar, deri tani do na iku e bëri efektin. Atëherë, fillojmë me shenjat, pastaj mbasi fillojmë shenjat, nëse na merr koha, mund të flasim edhe. 1 minutë për çdo shenjë, Jorgo. Pikante për shkakun për sa planeteve ose gjëra. Okej. Mos fol. Jo, do t'i kërkoja që t'ishte pak më konciz. Më konciz se kaq? Humbet, nuk është konciz, Jorgo, kur ti flet, kur ti hyn mes. Okej. Atëherë, fillojmë me dashin? Fillojmë, janë ta dy. Përsa përket shenjës së dashit, duket se ky qershor sjell zhvillime dhe çështjet problematike mbyllen. Dhe do të thotë në fusha kyçe. Po. Kemi një ndikim shumë të madh në datën 6 qershor ku ndikohet shumë të shenjës së dashit, sidomos në ditë që parë. Futja e Jupiterit dhe Mërkuri, ndikimi që ka të bëjë dhe Mërkuri në Gafore me datën 9. Nuk diskutohet. Qa diskutohet, Jorgo, këtë 2 vjetë nuk diskutohet. Da bëjmë live një moment tjetër për shkrimit të personal individual. Do e bëjmë. Tani kry bie. Tani mos ta ndërpret dashin. Në lidhje me çështjet që kanë bënë, ajo që do kenë mundësi më të mirë, domethënë që me kohën, momentin, rëndësinë që jepet këtij muaji ka të bëjnë me Marsin e virgjëresh 1, hënë e re me datën 25 qershor 2, që është në Gafore, ku do të japi mundësi dhe rëndësi në çështje të mëdha që do bëhen, edhe lidhjet e papritura në fushën e dashurisë. Dhe kjo do të thotë që lidhjet që bëhen në këtë muaj, që është muaji begat, për shembull, në këtë muaj mund të hapim për shembull ata që kanë një pasuri do të bëjnë një shtëpi për shembull, hapje themelesh, është aja dhe zhëja. Lidhjet ose kontratat që bëhen nuk ka shanse të prishen. Një lidhje, një njohje për shembull, që të ngjoni rëndom në Facebook, në për këto që është prish një lidhje, aq që ta rregulloj unë, sepse ka këtu nuk ka shanse të futen këto gjëra. Pra, lidhja që bën, njohja, kthehet lidhje serioze, shkon martesë. Pik, nuk ka as rregullim, as prishje. Gjithmonë rregullohet nga vetë natyra dhe nga vetë universi, sepse krijuesi ka dhënë jetën me vlerë për të jetuar robi. Domethënë, kësaj radhe kjo hiku. Dokumentitum nuk ka shanse se unë dhe kuptoj. Si ma bëndë të me dhe kuptoj që ta hapi herë e ka marru punë, po ne themi kështu se nuk na jep s'ka tani për momentin. Me qarë, pas ke marru punë sa pas ke qenë. Shkëm të dashuria pak? Po ty. Përsa përket në lidhje me anën shpirtërore, të palidhurit kanë shumë shanse tani, mbas 11 qershorit është një moment i artë përsa përket shenjës së dashit. Maj me këto gjëra. Tani vazhdojmë me tjerët. Do shkojmë tek Demi, përsa përket Demi duke se qershori është një muaj me zhvillime të rëndësishme në nivel personal në komunikim, sepse ka indikim shumë të madh dhe mundësi të arta. 2 çështje problematike që ka pasur shenja e Demit, sidomos në lidhje me ndryshimin e punës, lidhje të largëta në çështje pune,
Dhe ka një mundësi dhe jo vetëm kaq, por janë më të hapur dhe shprehin atë që ata duan. Ka një ndikim shumë mirë në udhëtime të largëta, ku ai udhëtim që do bëhet pikërisht mund ta kenë pasur edhe më përpara, por shtyrë për arsye natyre, nuk e di, diçka të tillë, por vjen momenti tani pikërisht në këtë periudhë, është periudhë e shkëlqyer për të zhvilluar gjërat të mëdha në fushën e punës së tyre, në karrierën e tyre dhe jo vetëm. Për sa i përket çështjes lidhje me anën shpirtërore, këtu do themi pak se lidhjet që kanë shkëputje ose kanë pasur debate, këto debate fshihen nga memoria e tyre dhe ecin drejt në altar, për ata që janë të lidhur por nuk kanë shkuar deri në martesë, është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv. Do ishte mirë mbas datës 17 e tutje gjërat të ndikohen për ata që ata duhet bëjnë diçka të tillë, sepse me shkëmbime onazhesh, me njohjet, me bisedime të rëndësishme, aplikime, dokumentacioni, është aja dhe zheja përse përket pikërisht stimulli dhe shenjës së demit në veçanti. U kry. Vjen tek binjakët. Çfarë ndodh me binjakët? Binjakët bëhen me praktik dhe më entuziast në lidhje me çështjet e financave, rivlerësimi i prioriteteve të tyre çfarë kanë më përpara për të realizuar. Është një moment shumë i mirë, por ajo që do të kenë lidhur me çështjet që kanë bërë me datën 9 qershor, futja e Jupiterit dhe ndikimi më i madh në shtëpinë e vet, që futet tek binjakët, pra në shenjën e guvernatori i tyre, jep një mundësi të ardhë. Është pika më idealja tani në këtë muaj përsa përket binjakët, kanë pasur shumë probleme binjakët në nëntor të 2024, në shkurt të 2025, dhe vjen ky moment që gjithmonë i fshin problematika të ndryshme dhe fillojnë një ndikim të ri dhe është momenti më i mirë, sepse është vlerësimi, është puna edhe shumë gjëra të tjera. Në fushën e dashurisë, edhe pse kanë pasur disa debate problematike, disa shkëputje në anën e tyre, po vjen një moment tani, është momenti më i mirë i mundshëm mbi stabilizimin, korrektësinë e tyre dhe momenti është shumë pozitiv përsa përket lidhjeve të tyre dhe ndikimi që kanë vënë bashkim familjar, ka ndikim shumë të mirë dhe është momenti i tyre mbas datës 11, sepse kjo do të thotë ndikimet e mëdha, sepse hëna e plot në shiqetar në datën 11 u jep se shiqetarët kanë përballë binjakët dhe jep një farë kuptimi që duhet kuptojnë nga ajo ditë e tutje çfarë do të bëjnë dhe si do të bëjnë, sepse kur kemi hënën e plot, mbyllen çështjet e së shkuarës dhe fillon një ndikim i ri dhe momente të reja që do kenë. Dhe kjo është një moment shumë pozitiv përsa përket çështjes së binjakëve në fushën e dashurisë dhe të vazhdimësisë. U sqarove për honën goce? U sqarova, është në 11 e tutje. Vazhdoj më tej. Dhe mund të dëgjosh çfarë të duar. Jo, dëgjoj unë. Unë nuk jam, domethënë. Jo, kjo është si ata banorët e katit parë që nuk t'japin lekët e ashensorit. Pse t'i japur nuk... Se ajo e ka shenjën e parë, pastaj çfarë ndodh mbrapa nuk intereson. Ja, intereson. Lekët e ashensorit do japësh zemra. Po ç'më duhet mua më zotëri, unë kam katë parë. Quhet. Vazhdoj. Do shkojmë tek aforet. Ky muaj duket se prania e Jupiterit dhe Mërkurit në shenjën e Kaforres jep disa mundësi. Me datën 9 qershor, sjell një epokë të re zhvillimi, mendime dhe çështje personale profesionale. Një ndikim shumë i madh që kanë të shenjës së Kaforres të dhjetëçit të dytë me çështje pasurie palujshme. Një padrejtësi që është bërë Kaforreve në këtë aspekt, këtu do jemi, do shikoni dhe vetë, se do të keni ndryshime shumë të mëdha në çështjet e ligjeve. Është një moment shumë pozitiv. Madje arrin deri aty ku atë që ju takon, e kanë për ta marrë, do ta marrin. Dhe një padrejtësi që janë bërë. Kaforria. Dhe kanë një mundësi shumë mirë në fushën e pasurisë palujshme, në jetën e tyre, ndryshimin e punës së tyre që kanë për të bërë, dhe është momenti më i mirë i mundshëm në këtë drejtim. Jo, kryeministri është Vigjoresh. Në fushën Gaforre është. Po Lali qa është Lali? Se mos del Lali nga burgu. Me hënën e vjetë. Okej, vazhdojmë. Jo, se mu duk sikur po lexoja për Lali, brenda. Edhe po mos tjetë Gaforre të bëhet. Nuk e di. Ascendenti. Okej, nuk ka rëndësi. Në lidhje me dashurinë, duke se ky qershor ka një ndikim, shikohet gjërat në lup, në lidhje me dashurinë. Ana pozitive që ata kanë. Një lidhje që ka më shumë se 3 muaj ose 7 muaj, kthehet në lidhje serioze dhe bëhet familjare, bëhet diçka që mund të arrijë deri në martesë, sidomos të 10 ditë parë dhe 10 ditë tjetër, po të gjithë të 30 ditët, po këta kanë më të ndikuar në këtë aspekt. Po e përgjithshme duket se në fushën e dashurisë është momenti i duhur për stabilizim. Yll. Shkojmë tek luanët. Te luanët. Kolegu. S'ka vetë, tregosh me gishtë, domethënë. Ky muaj qershor është muaj i reorganizimit dhe të përgatitjes së brendshme në fusha të ndryshme me laps dhe me letër, që të filloni çfarë doni të realizoni dhe ku doni të shkoni. Sepse hyrja Afërditës në Dem favorizohen shumë imazhet publike në futen edhe juve, në lidhje me gjërat që kanë bën dhe reputacioni që ka të bën,
ndikime të mëdha dhe Jupiteri dhe Mërkuri në gafore për juve, sepse shenjat e zjarrit gjithmonë janë një hap para se çfarë ndodh, din shumë mirë dhe janë universal në atë që ata kanë, nuk e kanë fare problemin sepse kjo nuk bën, kjo bën. Dhe din të ndikohen aty ku ata kërkojnë punën e tyre të mirë dhe të shikojnë se si mund ta realizojnë. Dhe është një moment mjaft i mirë në lidhje me punën, në lidhje me karrierën. Edhe pse gjatë rrugëtimit të këtij muaji në gjatë rrugës del një ofertë shumë e rëndësishme. Kjo ofertë do të thosha për Luanët, mirë është që ta pranojnë, por të jenë shumë të kujdesshëm ku flasin, çfarë flasin dhe me kë bisedojnë, sepse për një moment të caktuar mund ta prishin këtë ndikim kaq pozitiv dhe kaq të mirë. Kur mund të ndodhi kjo? Kjo mund të ndodhi mbas datës 10 e tutje, është një kohë për Luanët, është shumë pozitive, madje e kanë mundësinë për të arritur qëllimit të tyre. Në fushën e dashurisë, edhe pse kanë pasur disa ndikime, indicie të ndryshme si në fushën e kohës të tyre, se kanë kohën problematik, e kanë lënë pak pas dore, është mirë që të rishikojnë, të stabilizojnë kohën e tyre në lidhje me dashurinë, me të dashurën e tyre, me personin e dashur dhe të shikojnë se çfarë të arrin atë që ta duan. Por megjithëse momentet 17 dhjetor që e ka Lali. I bie shqiptar. Ndikimet që kanë të bëjnë dhe mundësitë janë shumë të mëdha. Bëj çik të mirë atë horoskopin e Lalit. Nuk mund bëhet. Apo bëhet? E di si thuat marca letra unë, letra tarot si thonë. Ti lexon letra tarot? Jo, po kështu që thonë që nxiri letra thotë është dashi. Këto letra janë gjitha shenja, domethënë planetet, edhe do ta shikojmë kështu. Unë se bëj dot. Se bën dot. Se bëj. Vjen keq. Ja pse pak shoku ka met. Vjojmë tek Virgjëresha. Virgjëresha. Meqense Virgjëresha duket se kanë të bëjnë shumë në lidhje me punën e tyre, rritjen e detyrë, çështjet e karrierës, lidhje me vendime të rëndësishme të marrëdhënies shejtoke prandaj. Dhe ka një mundësi shumë të mirë tani, nga data 7 deri në datën 15, edhe pse do kenë ndryshime rrënjësore në fushën e biznesit të karrierës së tyre, edhe pse për ata që janë në vende kyçe, do kenë shumë kujdes sepse do lëvizin nga një vend pune. Por lëvizja që bëhet është në të mirën e tyre në fakt, por do të kenë kujdes sepse dikush e ka shumë të domosdoshme lëvizjen për anën ekonomike, për familjen, ku diun, por do të kenë kujdes atje ku firmosin sepse mund të ketë një gabim ose dokumentacioni që mund të kenë atje dhe kujdes që do të bëjnë doganat, do të bëjnë ato që kanë të bëjnë me exchange, lidhje që kanë të bëjnë me bankat, do të kenë të kujdesshëm. Exchange. Jo exchange. Dhe është një moment që kërkohet vëmendje në këtë drejtim. Në çështjet e dashurisë, gjithmonë është mundësia dhe rëndësia. Meqense Virgjëresha gjithmonë janë pak nevrike nga vetë struktura e tyre. Ashtu, janë, por kanë atë gjën që atë fjalë që thonë e mbajnë. Ka bisë duke njerëz të qetë. Janë qetë, janë nevrik në punë. Njerëzit nevrik i marrin shumë, se janë të punës. Janë të punës. Edhe kam pasion në punë. Kështu që e kanë këtë. Vazhdimësia duket e mbarë përsa i përket kësaj shenje, sepse kanë ekuilibrin midis dua dhe duhet. Dua dhe duhet. Këte kanë momentin e gjërave. Do shkojmë tek peshoret. Përsa i përket peshoreve, duket se ka të bëjnë shumë lidhje me ky qershor, sjell në plan të parë çështjet me qëllimet personale dhe profesionale. Ajo që ka të bëjnë përsa përket të kësaj shenje, duket se jepet mundësia që ata të shikojnë çfarë do të bëjnë tani. Tutje përsa përket peshoreve, edhe në lidhje me punën, do kenë mundësinë, një burim të ardhës të dyta, të peshorës, por do të kenë kujdes me kohën. Dhe është një moment shumë i mirë përsa përket peshoreve, sepse koha ka treguar që janë bëjnë shumë punë, por nuk marrin ato që bëjnë. Dhe vjen një moment tani që do ta realizojnë, sepse janë shumë mirë me një menaxhues perfekt në punën e tyre dhe në gjërat e tjera. Por, me qenë se tani, me hënën e re në gafore me 25 qershor, që shënon një kapitull të ri në karrierën e tyre dhe kanë rolin më të mirë të mundshme. Dhe gjithashtu, në ndikimet që kanë të bëjnë në lidhje me punën tyre dhe çështjet që kanë bëjnë, është aja dhe sheja dhe do përfitojnë në këtë aspekt me punën. Kurse, në fushën e dashurisë, të palidhurit kanë një mundësi të artë tani dhe një njohje kthehet lidhje serioze, momenti që është tani mos ta humbasin sepse pikërisht ky muaj i gjithë muaj është muaj më vendimtar, më i mirë i vitit mund të thuhet në anën e gjërave të mëdha dhe është koha më ideale. Do vijojmë tek akrepët. Përsa përket akrepëve, akrepët mund të them me një fjali të gjithë çështjet e punës, karrierës, vendimet. Tani
marrin fund gabimet e së shkuarës. Personat e rëndësishëm në fushën e karrierës së tyre, nëse nisin diçka e çojnë deri në fund. Mundësia për akrepët kanë disa mundësi të arta tani. Prandaj bini pas, mos e lini pas dore, sepse dhe me lëvizjet që do bëni, me kohën që ju e keni, është një moment mjaft pozitiv. Akrepët gjithmonë edhe nuk e kanë problem fare dhe se ta nisin nga zeroja, sepse janë mësuar, dinë shumë mirë çfarë bëjnë dhe ku shkojnë. Në lidhje me dashurinë, edhe pse shikojnë me sy, jo me fjalë, i japin mundësinë dhe ndryshimin e madh që kanë bërë, sepse është koha më e mirë e mundshme, në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë akrepët në punën e tyre, po do keni shumë lëvizje me jashtë. Dokumentacione aplikoni, sepse ka diçka shumë të madhe për sa përket këtij muaji, pikërisht java e parë dhe vazhdimësia nga ka filluar java dhe deri në datën 10 e tutje, por ky hardcore është perfekt për juve dhe prandaj bini pas, mos e lini pas dorë se është koha më e mirë e mundshme. Në fushën e dashurisë, lidhjet që keni pasur lidhe me pengesa themun, ose jeni shkëputur, vjen një moment tani, lidhjet që kanë më shumë se 4 muaj ose 8 muaj të ndar, ka bashkim. Është koha shumë e mirë për të bërë gjëra të tilla, sepse kanë ndikohet shumë planetet edhe hëna, që është momenti më i mirë i mundshëm, prandaj vini pas, mos e lini pas dore dhe koha është perfekte në këto aspekte. 15 i dytë është më i mirë i mundshëm dhe stabilizues. Do vijmë tek shigjetarët. Për sa përket shigjetarëve, duke Lali, 17 dhjetori si... Jo, vetëm çfarë shenjë bie 17 dhjetori? I bie 10 ditë që i treti shenjë së shigjetarit. Vazhdo, Lali. Për sa përket shigjetarët. Duke se për shigjetarët ka... Mos të ndrysho? Që ke shkruar? Nuk shkruaj për individ, shkruaj për gjithshme. Po. Në ndikimet që kanë të bëjnë, qershori sjell transformime të rëndësishme në jetën e shigjetarëve. Dhe në fokus të fortë në çështje financiare, emocionale dhe ndikimet të mëdha që kanë bëjnë në fusha të ndryshme, nisma të reja. Me hyrjen e Afroditës në shenjën e Demit, duket se është momenti dhe koha më e duhur për të bërë lëvizjet dhe mundësitë të reja që mund të kenë. Jahudi. Me fund më futet dikuj që duke se ka lidhje. Po ka lidhje. Tani po kapemi nga mas çdo shpresë, domethënë. Duke pasur parasysh në lidhje me punën, me se Jupiteri dhe Mërkuri në Gafore që aktivizon sektorin e lidhjeve të thella në lidhje me çështjet e punës, të financave, të ndryshimeve të mëdha, sepse me datën 9 qershore tutje, shigjetarët kanë mundësinë e kontratave të rëndësishme për të realizuar dhe për nisma të reja, padrejtësitë që bëhen gjithmonë, që kanë pasur në muajin tetor, kanë pasur në E ke fikse, e ke kap për muajin tetor, po. Se pas ke qef fare, nuk të dilka nga zë. Në muajin tetor, po. Në muajin tetor, problemet të ndryshme kanë pasur. E kuptoj, e bëre çik më së. Po ma minutazhe, po do të them gjithashtu janë të dish. Thuaj. Nuk i le pasa? Patjetër. Por gjithsesi, në këtë aspekt, kemi dhe ndikimet e tjera, sepse jepen mundësi në horizonte, në çështjet e punës së karrierës është mundësia më e mirë e mundshme, dashuria. Dashuria. Dashuria s'na intereson, është dashuria. Të martuar Ka shigjetar tjerë. Për sa përket dashurisë, duket se koha është në favorin e shigjetarëve dhe momenti që kanë bëjnë është më ideale, por mirë është sepse ma data 5 qershor deri me datën 14 është kohë ideale në lidhje me lidhjet dhe stabilizimin e jetës personale dhe të dashurisë. Por më tepër janë ato që kanë lidhje jashtë ose bashkim familjar është ideale. Do shkojmë tek Bricapët. Shkoj ku dushten. Sa mbeten? Edhe 3 janë. Mas Bricapët. Për sa përket Bricapët duket se një periudhë që është tani, është periudha e mirë për Bricapët. Bricapët kanë disa çështje të lëna pezull. Ajo çka do ndikohet tani është një moment sepse lidhet shumë. Është koha ideale në marrëveshje që detyrojnë gjithashtu ata që favorizohen në lidhje me çështjet ligjore ose marrëdhëniet, çështje pune, çështje kontratash dhe shumë gjëra të tjera që do t'ja dalin. Është momenti më i mirë dhe koha më e përshtatshme, për ju keni probleme me ligjin ose çështje pasuri e paluajtshme, është një moment shumë i mirë për të zgjidhur këtë problem dhe në lidhje me dokumentacionet, që është koha më e mirë e mundshme dhe është një moment fantastik për sa i përket këtyre çështjeve. 15 ditë që parë është shumë i favorizuar dhe vazhdimësia nuk diskutohet, kurse në çështjet që kanë bënë me punë, për ju që nuk keni një punë stabile ose jeni në kërkim të një pune, është momenti më i mirë, momenti i art, do thosha unë, për stabilizimin e këtyre çështjeve të lidhjeve dhe të ndikimeve të mëdha ekonomiko-financiare, sepse dy udhëtime që do të bëni tani janë udhëtime mjaft të mira në fushën e karrierës. Në dashuri duket se keni një moment fantastik, edhe pse i përkushtoheni i dashurës tuaj, por juve që keni një njohje, ktheni lidhje serioze se është momenti më i mirë i mundshëm tani dhe mund të stabilizoni gjërat që ju dëshironi.
Shkojmë tek ujorët. Bukur. Për sa përket ujorët, duket se qershori ndihmon shumë të përqendroheni në çështjet e jetës së përditshme. Shëndeti dhe puna, ndikime të mëdha që do të keni. Por ju që keni pasur ose jeni në kërkim të një pasardhësi, jeni në rregull gjithçka, por asgjë s'po ndodh. Është mirë për vizita, të bëni një vizitë tek mjeku, nuk do ishte keq, sepse është një periudhë shumë e mirë, juve jeni shenj ajri të 30 ditë që të shenjë ujorit, por gjithsesi, kjo ka të bëjë shumë në lidhje me punën, kjo ka të bëjë shumë me vazhdimsinë, kjo ka të bëjë shumë me çështjet ekonomiko-financiare. Ka gjëra që janë shumë pozitive, por nuk e kanë fare. Në fakt ujorët kanë qenë gjithmonë pro çdo punë, çdo gjëre, dhe janë shumë pozitiv në lidhje mes kolegëve, e çështjet kanë natyrë dhe është një moment shumë i mirë tani për të rinisur diçka të re. E kemi shtëpi. Në fushën e dashurisë duket se gjërat janë pozitive. Është një moment shumë i mirë në lidhje me çështjet që kanë bëjnë me lidhjet e reja dhe vazhdimsinë. Për dashurinë platonike ke fjalë. Jo, pse dashuri platonike, është dashuri fizike. Ka dhe beqar ujorët. Pse kjo platonika nuk quhet pa të mirëfilltën. Te peshqit tani, te peshqit. Peshqit. Gjërat që janë. E vedurën sop djeg. Po. A e thot, jo nuk djeg, thot sheftot. Kjo që e kreve për dovë. Shkojmë tek peshqit. Për sa përket peshqeve, duket se ka të bëjnë shumë në lidhje me disa çështje pune, edhe pse janë frymëzuese, janë telepatike, peshqeve, duhet të kenë kujdes. Nga disa biseda që mund të kenë bërë dikur, sepse ky muaj, pikërisht deri në datën 15, mund të kemi disa sekrete të dalin sipërfaqe. Dhe kjo do të ndikojnë. Peshqit me se janë telepatik dhe din shumë mirë, për ata që kanë probleme, mund të trokasin se mund jenë zgjidhje. Dhe është një moment shumë i mirë, sepse ata kanë pasion punën peshqit, edhe janë shumë të dhënë pas punës së tyre dhe vendime që ata marrin. Po gjithsesi favorizohen shumë çështjet e punës dhe gjërat e tjera që kanë bënë. Në lidhje me çështjet shpirtërore, lidhje që kanë bënë me Dem dhe me Akrep, duken që janë të para e përgjithshme, për sa përket shenjës së peshqve, janë në anën e tyre më të rëndësishme. Jorgo, të falenderoj jashtëzakonisht shumë, je i mrekullueshëm. 2 gjëra do mbajmë mend nga parashikimi i fatit, me siguri kanë bërë përshtypje dhe kolegut, që Fabin e martuam, e dogjëm pjesën e fejesës, ndërsa Lalin e kemi nxjerrë nga burgu. Pra, masi mbaron... Urojmë që mos ndodhe kundërta Fabin ta fusim burgu. Jo. Pas pak kemi një intervistë shumë të rëndësishme me një personalitet të botës së financave, më saktë të Bitcoin. Kriptomonet.